pavarësisht se në supet e tyre rëndojnë shumë vite dhe gjithashtu janë një ndër kontributorët më të veçantë të Vlorës. Të moshuarit janë ata të cilët shkojnë të parët për të votuar, shkojnë për të votuar edhe kur kanë probleme të shëndetit fizik, të cilat për çdo njeri tjetër mund të ishin pengesë. Janë ndërkohë edhe votuesit më të veçantë në qendrat e votimit të qytetit të Bregdetar. Në Vlorë, televizioni 6+1 Vlora përgjatë këtij procesi votimi ka takuar nga afër një çift të moshuarish, ata të cilët kanë votuar edhe herë të tjera në proceset elektorale të mbajtura në Vlorë. Pavarësisht vështirësive shëndetësore, kanë bërritur të dy së bashku në qendrën e votimit për të ushtruar të drejtën e votës, teksa thonë se vota mbetet një gjë tepër e rëndësishme për ta. Një shembull i përkushtimit dhe përgjegjësisë qytetare për këtë proces, e vlerësojnë të moshuarit votën e tyre. Votove? Po, Sa vjeç je? 78. Si të duk procesi? Shumë e mirë, Qetë. qetë. Pati probleme? Jo. Çfarë të bën të dash në shtëpi për të votuar sot? Çfarë të bën? Duam të fitoj më i miri. Ai që e meriton, që është menaxher i mirë, ta menaxhojë gjithë qytetin siç duhet. Ke ardhur me bashkëshortin Po, sot, ë? me bashkëshortin. Vini gjithmonë, votoni gjithmonë për ka zgjedhje? Gjithmonë. Keni një mesazh për qytetarët pse duhet vinë të votojnë? Duhet të vinë se secili duhet të japi mendimin e tij për atë që ai e mendon se duhet të fitojë. Një prej problematikave më të hershme në qendrat e votimit në Vlorë është edhe mungesa e rampave, duke mos ju dhënë mundësinë personave të cilët janë me aftësi të kufizuar, invalidëve, para dhe tetraplegjikëve të marrin pjesë rregullisht në procesin e votimit. Shumë persona në moshë të tretë, por gjithashtu edhe të tjerë me aftësi të kufizuara, kanë zgjedhur që të ushtrojnë të drejtën e votës, ta ushtrojnë këtë të drejtë duke luftuar edhe me vështirësitë që mosha ofron apo edhe me vështirësitë problemet e shëndetit fizik. Një mesazh ky i qartë për rëndësinë e votës dhe shprehje së vullnetit të lirë.